101.9 MHz. Radio Vlora, radio juaj. U mbajt tryeza e naftëtarëve, një aktivitet i mbushur me kujtime, respekt dhe vlerësim për ata inxhinierë që ndonse fizikisht nuk janë më mes nesh, ka lënë pas një trashëgimi të çmuar. Puna, veprat dhe studimet e tyre mbeten modele frymëzimi për brezat e rinj në fushën e kërkimit dhe prodhimit të naftës. Kjo tryezë e organizuar nga Akademia Rrënjët Tona në bashkëpunim me shoqatën e gjeofizikëve të naftës, kishte këtë vit në fokus vlerësimin e 10 inxhinierëve të shquar shqiptar, ndërta inxhinieri gjeolog Mihal Gjoka, inxhinieri teknolog Adriatik Gishti, inxhinieri gjeofizik Hasan Topçiu, inxhinieri gjeolog Hasan Bakia, hartuesi i hartës së Shqipërisë dhe projektuesi i pusit Fontan Sakran 12, fizikanti dhe rektori i Universitetit të Vlorës Bilal Shkurtaj, profesori i gjeofizikës shqiptare Alfred Frashëri, inxhinieri dhe më pas profesori i teknologjisë së naftës Ilia Karadumi, gjeokimisti dhe profesori Kristaq Muska, si dhe inxhinieri gjeofizik Spiro Bonjako dhe Bejo Sejdini, hartues e disa prej kontratave më të mira të naftës për shtetin shqiptar. Në këtë tryezë morën pjesë prefekti i qarkut Fier, zoti Lefter Gjindi, përfaqësues të bashkisë Fier dhe të Alp Petrolit, si dhe familjar, miq dhe kolegë të shumtë të inxhinierëve të nderuar. U vlerësua puna e tyre, por njëkohësisht u përcolli një mesazh i fortë për nevojën e njohjes dhe respektimit të figurës së naftëtarit përmes statusit të merituar që ky profesion kërkon. Kështu nisi tryeza e naftëtarëve, me zemër, me kujtime dhe me krenari për rrugtimin e përbashkët të atyre që e kanë ndërtuar këtë histori. Nderuar kolegë naftës, nderuar familjarë, të kolegët tanë që ka dhënë kontribut të shuar të kemi prodhim nxjerrjen e naftës, nderuar zoti prefekt, nderuar gjithë ju që më të qitë ngjarje e shënduar, por ne si Akademi e Rrënjët Tona, dhe në të saj delitimit, por edhe si grup naftarësh, por edhe si shqiptar e gjeologët dhe geofizikët të naftës, ne duam që të organizojmë për herë të tretë këtë lloj tryeze, vlerësimi të projekteve tona, të cilët fizikisht nuk jetojmë në, por me veprat, me studimet, dhe modelet e tyre, dhe vërejmë si prindi qytetar, po edhe si naftëtar, të shohë, si inxhinierë, si profesorë, kanë mundur të japin atë kontribut që në parë duket si sot, një këtë të temi një parë zamaje e përkoshme, por do t'jene vera historike për gjithë naftëtarët, për gjithë aplikimet e aseteve që ka në vënd, në kom, por do t'jene verë kontribucije për gjobes, për gjobë situash të gjusë kërkimur në të vënd që ne përzojmë sot. Që ne auziatur, në dojnë të fillojnë si pas programit, i dhe ishtë për parë së të programit, në të rëmi e fjarën në zonë Stefan Gjindis, asë në më pajsusin për rektorus në që këtë fasi kemi ajo qëve të listi e rëndit. Me një ratë në nëse në dëshimi e dhirëtën kolegve, në pas dhe në dhirë të mund të organizacion, besoj si kolegë. Dhe ta si t'i abim vishë. Fjallën e zotit Ingrid dhe pëse përtetit dhe në rëllë, do të mërën që në këtim të paruarve, të marrë një ditë të heshte të atë që qëllë një për në mëllë e tyre. I
paruar qoftë emri dhe kontributi i tyre. Edhe për ekonominë shqiptare, ku në zonën atë gjatë me cilë e mbajtë në gjallë këtë kom për një kom të gjatë. Sigurisht që kujtesa e tyre është shumë e rëndësishme për ne dhe në kujtesën e tyre edhe për ta kthyer në institucion të kujtesë, unë do të propozoja qeverisë shqiptare, sigurisht ne kemi në punën tonë të përgjithshme atetare për ta ngritur në të fazë që themi, rritjen e një instituti kombëtar në gjithë Shqipërinë, i cili do të mbulojë probleme të ndryshme me një senat që është sot Akademia e Shkencave, dhe ky institut është i domosdoshëm, jo vetëm për të kujdesur për ekonominë shqiptare, nga pikpamja juridike, ekonomike, por edhe nga pikpamja teknike. Se gjithë këta njerëz, të cilët ne i promovojmë në mënyrë personale ose në mënyrë shoqërore, kanë nevojë për një vëmendje shumë të madhe nga shteti dhe nga ekonomia e jonë. Edhe një herë, dhe të shumë të madhe, do të kujtojmë gjithmonë këta shkencëtarë, këta njerëz të cilët dhanë gjithçka për vend. Në rrugë që jemi për një tim të veç. Dhe në rrugë programit, sigurisht nëse ka përfaqësues të bashkisë për kinë në të le dërdojme në zonin administratorit arpetorit, që përveqim arpetorit në përshëndetje në qaqë, në mos të dërdojme apikim sa përndajnë që në receptoni për dërdojnë, në të kamarë në përshëndetje. Pari të dojë të falenderoja organizatorët për të ceremoni përkujtimore dhe vlerësimin për gjithë punën dhe veprën e atyre të njerëz shuar të sektorit hidrokarburë. Së dyti dua të shpreh mirënjohjen time më të thellë për gjithë ato që lanë pas kjo kontributi i këtyre inxhinierëve të famshëm. Respekte, mirënjohje dhe vlerësimet më të thella. Faleminderit. Faleminderit zoti prefekt, nga nderuar edhe me smarrën edhe me planin e shkurtër të me sektorin. Atëherë ne vazhdojmë që të kam arpetorin për kërkimin e përfaqësues të tonë ta kishim edhe zërin e tij. Po faleminderit. Alpetroli e vlerëson dhe e mbron me krenari kontributin, sakrificën dhe mundin e të gjithë naftëtarëve ndër vite dhe shpresojmë të ecim në gjurmët e tyre. Ju falenderoj shumë shoqatën për organizimin e këtij aktiviteti si çdo vit dhe suksese të gjithë. Faleminderit. Faleminderit Sonja Selmani. Dhe në ato popullë, sepse nuk kam pak me vjet persona që të kolegë të dëshojnë dhe fanë një kohë do shta edhe optimale, po edhe që mërat kjo dhe ftoj për të bërë atë ritualin e zhuru si një kolegën profesor doktor i Atinin, familjarin dhe një përfaqësi e bashkisë që të dojë prezent. Flasësh për kolegët shokët me të cilët ke kaluar vitet të vështira për të popra në suksese dhe shtime natërisht është nostalgji. Ne kemi sot në përkujtim 10 për tyre për janë shumë tepër, sepse vetë industria e naftës ku ne u ritëm natërisht udhëtimin në naftofët ishte e gjerë të militante të parta në Shqipër që di unë në vitin 92 rreth 25.000 punonjës, nga cilët
ishin disa qindra ishin specialistë lartë në gjitha fushët. Në gjitha fushët dhe seksorit. Në natë ishte një punë kolegjare në grupë si një familje. Për them të si një familje dhe në grupë, sepse pikërisht në ditë e para, kur unë sapo ideat e para si inxhinier projektimi dhe në kërkimet e naftës, u gjeta i vetëm në ndjekje të punës të 2004, sepse autorët tjerë ishin larguar nga instituti, mu bashkua për të punuar me mua pikërisht kolegu miku shoku im Mia Gjoka. Të dy së bashku morëm kësime parë e madhe dhe shtruam para natyrisht drejtuesve të shtetit këmbuljen tonë për vazhdimin e shpimit 2004 të bindur sepse po ecën drejt suksesit. Mos harroni që ishte viti 1975-76, kur situata mes nes që e vështirë. Me gjatë të dy, në një autor shumë të gjëra më të gjërë si këtë bëjmë sot, në pranitë të gjithë drejtuesve të shtetit të Tereza Sarandës, por fatkeqësisht të dy përqarë që që për jashtë një dhe drejtuesisë naftës, policisë naftës Fierit, dhe një drejtuesisë Sarandës, mendojnë se çfarë person psikologjik ndodhesh në dyne me Arin, të nisëm në krem në atë sa, po me Arin në kotonë, e që ndërë dhe refund për e thëmë, e them dhe kërkojmë që busit të vazhdoj shpirë. Jemi në një sukses të prishëm. Me njëse vendimi humorë që busit me loesh, për shkak se sona nuk pandeme, në fjallë e fondi që i vërdojmë me Arin tha, marimat, ju më të të nërgoj shpirë posit, po ne do këthejmë një ditë prapë në këpusë, sepse strukturën e kema të poshtë. Pikërisht e të apërët të njerëzit, me vullnet, me pregatitje, me këmbullje, dhe me pindje. Parë se pullem, më leoni që sjellë më kujtem me dy bashkë studentët e mi, në pamë të universitetit, dhe bashkë luftarët e mi në porë, Bejo Sedinët e Hasan Bakin, më në mënyrë veçantë. Rejoni, të përmend dy kolegët, shokët e rinjtë e mi të mbushtë, me cilë nuk isha jo vetëm raporte pune, por dhe raporte shoqërore e familjare, me cilën kam kaluar ditë të vështira për dhe të bukur, inxhinieri Spiro Bonjaku dhe Gjoakimesti Kristal Moska. Janë ditë të paruara me punë që kam bërë me të dy kolegë. Faleminderit. Dua të falenderoj shumë grupin e organizatorit të këtij eventi. Më ktheu mbrapa shumë vite, në vitet e mia të fëmijërisë, kur këto gjëra që profesor doktor Ilia i diskutoi, ne i kemi ndjerë në shtëpi, sado të vegjël që ishim, trysnin që ishte, por edhe gëzimi që na jepte çdo arritje që ata thoshin që e kishin në punën e tyre. Jemi krenar për ta dhe duam që ta përçojmë këtë krenari edhe tek brezat që vinë pas nesh. Shumë faleminderit përsëri për çdo gjë që kanë bërë për vendin tanë dhe ajo që ju thoni që do të bëhet, që tha doktor Stefani, do doja të bëj jo vetëm për ata, po për shumë njerëz që kanë dhënë shumë për këtë vend dhe shumë pak përmenden në ditët tona. Përmenden gjëra të tjera që nuk kanë këtë vlerë thelbësore për këtë vend që ne jemi. Shumë faleminderit. Shumë edhe shërëm për doktor Mihali, jeni mirë, faleminderit, respektet. Të leoni të shpreh duke gjatë, së pari që nuk po lëm mbrapa një tragedi, dhe së dyti që padrejtisht një pjesë të madhe specialistëve tanë të naftës janë përjashtuar nga statusi naftarit. Faleminderit. Në vëzimin e minore e kolegut Hasan Tokçiu, për cilin do të flasë inxhinieri Kristal Qami, inxhinieri geofizik, dhe familjarët sigurisht do ta shoqëroj për të marrë ato që e quajnë certifikata vlerësimi. Dhe zoti Kristal Qami,
Hasan Topçiu i takon brezit të parë të geofizikëve të Shqipërisë. Prej vitit 47 deri në vitin 52 ka kryer studimet e larta në Institutin e Naftës në Moskë, ish Bashkimin Sovjetik. Në periudhën 53 punoi në ekspeditat elektrometrike. Më vonë Hasani u fut në ekspeditat sismike, ku ka qenë drejtor i sektorit të sismikës dhe për një kohë të gjatë ai ka punuar në shumë struktura të reja të vendit tonë. Në vitin unë kam punuar me Hasan Topçiu në vitin 78. Është i pari sismik dhe është kontributi i Hasan Topçiu që bëri punimet e para sismike detare. I kryem fillimisht në Vlorë, pasandaj u ngrit ndërmarrja në Durrës. Dhe unë them me plot bindje që është kontributi i Hasan Topçiu që u ngrit ajo ndërmarrje dhe pati atë rezultat për kohën që punoi. U dha pusi Durrës 15, që hapi një paqe të re në zhvillimin dhe në studimin e zonës bregdetare. Hasani ishte autor, kemi qenë shumë autor atje dhe ai ka dhënë kontributin e tij. Hasan Topçiu do ngelet në mendjen tonë si një nga themeluesit e parë të sismikës shqiptare. Për këtë një shpreh familjarëve të Hasanit, gjithë atë kontributin që ai ka dhënë dhe ato duhet të jenë krenar dhe ne jemi krenar për këta njerëz. Puna e Hasanit i kanë thënë shumë për vendin, por përfunduan në heshtje kundërshtim. Ju faleminderit. Faleminderit të gjithëve, mbi të gjitha organizatorët e këtij takimi, sepse për ne familjarët është një vlerësim moral. Dhe ju falenderoj pa mas. Faleminderit gjithëve. Faleminderit zotë dhe për emocionin që na dorove duke na sjellë prapa në kohë. Dhe normalisht kjo është edhe një farë, jo vetëm vlerësim, por edhe një farë dhimbje, që kujtojmë të afërt të dashur dhe ata që s'kan qenë njerëz thjesht zakonshëm, por shumë të raqë. Do vazhdojmë tash me inxhinierin Andrej Mishi, ku do ftoja familjarin dhe situatën të zhvejnë në shumë, që që ta dy që janë caktuar në inxhiniera prodhimit, që ishin caktuar në program, nuk kanë sjellë në përgjigje për në sport. Inxhiniera dhe të ishtit, doktor i shkencave në teknologji, në prodhim, ka qenë në kujtesën time një inxhinier që ka shkëlqyer në ato vite. Ka qenë të parë që ka përvecuar apo ka praktikuar të gjitha nëna që në atë kohë ne i folnim si një janë punuar në kompjuter. Detajisht së tij, prej vitit 1980 deri në fund jetës, inxhiniera e tij ishte shërbeu në role të ndryshme, si gjithnjë të rëndësishme, si inxhinier prodhimi në fushën çakramore, si studiues dhe specialist i metodave të avancuara në studimet numerike, si dhe në pozita drejtuese në Institutin e Studimeve Politikë dhe Teknikës së Naftës. Kontributi i tij është thelbësor në projekte madhore për zhvillimin e përmbajtjeve të naftës shqiptare, në krijimin e databazave shkencore dhe në trajtimin e brezave të rinj specialistë. Inxhiniera Tretiku nuk kufizoi vetëm në kërkime prodhim, por kontribui edhe në fushën e edukimit dhe të trajnimit. Një ligjërues dhe përgatitës programesh, ai ndihmoi në formimin e specialistëve të petrolit dhe të mëngjesit. Do ftoja familjarin dhe inxhinierat e Tretigut, që të trejti pikërisht ato që ne kemi menduar për
besimit të figurës së tij. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që jeni sot këtu për të nderuar kujtimin e atyre që nuk janë më. Edhe për mua veçanërisht kujtimi i babit. Të flas për të, do të thotë të flas për një njerëz të mirë. Një inxhinier i apasionuar, gjithmonë gati të ndihmonte edhe të buzëqeshte. Ai ishte nga ata njerëz që lënë gjurmë, jo vetëm me fjalë, por edhe me ngrohtësinë që përcjellin. Edhe pse unë isha e vogël kur ai u largua, e njoh sot më mirë përmes kujtimeve tuaja. Nga ju, ka mësuar se ishte njeri i mirë, i dëmshur që e donte jetën edhe njerëzit. Dhe përmes jush, derisa ai vazhdon të jetojë në kujtimet dhe zemrat tuaja. Edhe pse nuk pata fatin të ritesha pranë tij, ai më la pas vlera të çmuara, si mirësia, respekti, gëzimi i jetës. Babi, ti mbetesh një shembull. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra që jeni këtu sot, që ndani kujtime, ngrohtësi edhe respekt, dhe që e mbani gjallë kujtimin e tij. Drita e tij vazhdon të na shoqëron. Faleminderit. Profesor doktor Biston Singo, edhe Shehi Mazin që i qëtë ka pavon, edhe familjari që do shëqëroj të zonjë Marike, që do shëqëroj pikërisht materialin të profesorit që Biston. Përshëndetje të gjithëve një. E përshëndes. Kam nderin që të flas sot për një nga figurat e shqorat të Fakultetit Gjeologji Miniera, profesor doktor Alfred Frashë. Alfred Frashë i lindi në Korçë në 20 prill 1935 dhe ndroi jetë në 6 korrik 2018. Kreu studimet në Politechnikumin e Tiranës dhe punoi në ndërmarrjen e shpim kërkimit pados si drejtues i studimeve gjeofizike të puseve nga vitet 53-56. Vazhdoi studimet e larta dhe u diplomua në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave të Universitetit Politeknik Tiranës në 61. U emërua pedagog në këtë fakultet ku punoi për 46 vjet si lektor e largëve të specialitetit gjeofizik dhe konkretisht të studimit gjeofizik të puseve, elektrometrisht, përdorimi metodave gjeofizike, metode gjeofizike të kërkimit, fizika e tokës, gjeofizika në miniera etj. Është autor dhe bashkautor në 11 tekste kusimore, mbajti leksione të hapura në disa universitete europiane, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada e tjerë. Udhëhoqi mjaft disertant, disertacione, eksperimentoi e zbatoi në metoda gjeofizike metodologji të reja për rritjen e thellësisë së studimeve për kërkimin e vendurimin në mineralet ngurtë. Profesor Alfredi mbetet ndër nismëtarët e kërkimeve gjeofizike të naftës dhe gazit në shefin e shtetit e Mbretërisë Shqiptare Adriatik, të studimit të burimeve të energjisë gjeotermale e tjera. Në këto fusha ka kryer studime, ka aktuar dhe ka realizuar projekte kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka botuar një varg artikush në revista shkencore. Alfred Frashë është bashkautor në botimet Atlasi Gjeotermal i Europës, Atlasi Burimeve Gjeotermale të Europës në 97, Atlasi Burimeve Gjeotermale në Shqipërinë 2004,
Ka klasi geotermali Shqipërisë dhe platforma shfrytëzimit të nxehtësisë së tokës në 2013. Matematizimi dhe informatizimi i problemeve geofizikës ndërmjetën në Shqipëri, hapësira predetare aktivja karavestar, krahasi dhe studimi i tij e metodat geofizike, si dhe autorit teksteve geofizike materiale, metodat geofizike të rrëfimit e geometria, bashkë autor aty, përdorimi i metodave geofizike për zgjidhjen e detyrave gjeologjike të tjera. Profesor Alfred Frasi ishte shkencëtar që nuk e mati kohën me orë, por me faqe librash dhe me punime shkencore të kryera në përsallat dhe dhomat e bibliotekave. Profesor Alfredi u bë zoti vetes sepse ai qëndroi korrekt në mësimin latin, se rendituri shkohet nëpërmjet 3 rrugëve, përmes të mendorit, edukimit dhe përvojës. I përpikt dhe autodidakt, ai nuk humbiste as një minutë rrugëve. Ai ishte shumë sakt dhe me ato që thoshte dhe me ato që kërkonte e shkruante. Ai ka graduar qindra specialistë të thjeshtë dhe pas universitarë që kanë pagëzimin e tij. Profesor Alfredi ka marrë pjesë në shumë forume e simpoziume ndërkombëtare ballkanike dhe europiane. Profesori nuk ka vetëm vlera profesionale, së pari është një qytetar që ecën me turnut, shikon, reagon, të shpërthej, por nuk mundet, prandaj bën monolog. Profesor Alfredi ndjente me dhimbje shkruajën e gjithë atyre ndërmarrjeve institucioneve të NASA-s dhe gjeologjisë, të cilat i jepnin gjak Shqipërisë. Profesor Alfredi për më shumë se 46 vjet ka zhvilluar pa ndërprerje një veprimtari të gjerë pedagogjike, kërkimore shkencore, ka bërë studime për time të shumë, brenda dhe jashtë vendit, ka kontribuar të shquar në fushat e gjeoshkencave shqiptare. Profesor Alfredi ka qenë tekniku dhe më pas inxhinieri talentor i teorisë dhe zbatimit në terren si geofizikant i shkëlqyer. Lektor i geofizikës, doktor dhe profesor i shkencave geofizike. Udhëheqës shkencor i gjeologëve të rinj që u formuan në drejtimin e këtij njeriu të parodhur. Në 46 vite si profesor në Fakultetin e Gjeologjisë, ai u bën një ndër figurat kryesore të shkencave gjeologjike në përgjithësi dhe geofizike në Veçanti. I konsiderueshëm ishte kontributi i tij për modernizimin e geofizikës, përmes informatizimit të saj. Në këtë fushë ai ka përfaqësuar me kompetencë profesionale dhe integritet moral të lartë shkencën geofizike shqiptare në forumet ndërkombëtare me referate dhe kujtesa të shumta. Shkenca për profesorin tonë të nderuar nuk ishte as pak e shkëputur nga dashuria që ai kishte për vendin e tij. Ai gjente forcën dhe vendosmërinë për të kryer studime geofizike të tokës shqiptare në dashurinë që kishte ta dhënë. Në rastin e 100 vjetorit pavarësisë, profesor Alfred Frasi i bëroi veprën e tij të fundit me gjallë monumentet që tregojnë dhe historinë e trondit shqiptar. Këtë vepër të rëndësishme dhe shumë interesante, ai ja kushtoi vendit tij me fjalët: Shqipërisë, adheu tim ja përkushtoi këtë libër me shumë dashuri në 100 vjetorin e pavarësisë. I paharruar do të jetë ai në biznesin skite. Këtë jo zonja Mariko. Që vetëm i ushtrojnë dhe një pjesë e asaj dhe ime, nuk temur e një pjesë e transmitimit të modelit profesor Alfred. Të tonë të vazhdoni me një inxhinier tjetër talentuar, drejtori i Institutit Gjeologjik për disa kohë. Artues dhe projektues dhe i interesuar për ardhmën gjeologjike të Shqipërisë. Në inxhinierin Hasan Bakira kuftoi profesor doktor Vullnet Xhamon të lexojë pikërisht atë që quhet ndërshifrë.
Përshëndetje të gjithëve. Unë jemi i nderuar se unë jam sismik, geofizik, fizikant, dhe bëhet fjalë këtu për një gjallor. Unë jemi vërtet i nderuar sepse me profesora Sambakin kemi bërë studimin e parë, ta themi nga më të mirët që është në fushën e natës. Bashkëpunuam me të në vitet 75-76 dhe projektuam posin Cakra në 12. Tash i përlexoj. Doktori i shkencave biologjike, inxhinier gjallor. Lindur më 18 janar 1946 në Greqicë, Mallakastër. Arsimin fillor 7 vjeçar i ka përfunduar në vendlindje. Prej vitit 1964 kreu arsimin e mesëm në Politeknikumin 7 nëndor, dega gjeologji. Ndërmarrja gjeologjike, KUK, teknik gjeolog, prej vitit, pastaj në vitin 67-72 kreu arsimin e lartë në Fakultetin Gjeologji Minjera Tiranë dhe diplomohet inxhinier gjeolog nafte. Nga 72-83 Instituti Gjeologjik i Naftës e Gazit, FIER, inxhinier gjeolog 83-84, Drejtoria Përgjithshme e Naftës dhe Gazit Patos, Drejtoria Studimore, specialist. 84-91 Instituti Gjeologjik i Naftës e Gazit, FIER, shefi sektorit projektimeve. 91-92 Instituti Gjeologjik i Naftës e Gazit, FIER, drejtor, dhe në vitin 92 largohet nga puna në Institutin e Naftës për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë viteve të 80, inxhiniera Sambakia ka luajtur një rol të veçantë për orientimin e punimeve, sidomos në objektin e Gjeçerorëve. Ka drejtuar punimet rilevuese në rajonet Përmet, Cakra, Vallsh, Bjeshov, Shqipur, Tumle, Poliçan, Cerkovic. Është për të theksuar se krahas punës si rilevues, doktori inxhiniera Sambakia ka marrë pjesë aktive në projektimin e disa puseve të thellë të kërkimit në Cakra. Atë që edhe përmenda të parin, Cakra 12 që zbuloi vendurimin. Ardenic, Shqipur, Tumre e tjerë. Kontributi i tij në përpilimin e hartës gjeologjike në shkallën 1/100.000 të zonave të jashtme të albaniteve është mjaft i vlerësueshëm. Përpilimi i kësaj harte shërbeu si bazë për ndërtimin e hartës gjeologjike 1/200.000. Disa punime studimore dhe shkencore nga doktori inxhiniera Sambakia si drejtues janë për problemet e naftës. Ka votuar disa artikuj shkencor në revistën Nafta e Gazit dhe përmbledhje studimesh. Të një rëndësie dhe rolin veçantë kërkimin e zbulimeve e vendburimeve e hidrokarburëve ka qenë studimet gjeologo-geofizike, ku inxhiniera Sambakia ka qenë drejtues ose bashkëautor, si në rajonin e Cakrit, në rajonin e Shqepurit se rajonin e Ardenisës. Në këto dy rajonet e fundit, vlen të vihet në dukje dhe projektimi puseve Shqepur 6 dhe pusi Ardenica 1, i cili ka qenë dhe pusi më i thellësuar në Shqipëri. Faleminderit shumë për këtë eveniment. Faleminderit shumë për vlerësimin që bëhet për babain tim. Shumë me profesorin doktor Ilia Karaduni, ku doktori Lodin biologjika, që të bashkë këtë vlerësim që kemi menduar dhe më pas familjarë që të inxhinier nderuar. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë. Jam Dhimo Gjita, inxhinier i shpimit të puseve naftë dhe gazit në vendin tonë. Jeta dhe puna nga përballur me shumë vështirësi dhe sakrifica. Me inxhinier Ilia jemi njohur me shkencën e cimentimit të puseve, sidomos cimentimi i puseve problematik, ato në presionet normale, apo puset e ingenuar. Inxhinieri Ilia ishte i palodhur
i përmendshëm, ishte me plot kuptimin e fjalës inxhinier për kantierin dhe inxhinier për shkencën e të shkruar. Unë shpreh gjithë mirësinë time për këtë personalitet të industrisë naftës dhe ju uroj gjithë të mira familjarë. Me këtolla këtu, do të kërkoj pjesë, do të them 2 fjalë për profesor doktor Hasan Bakia. Për mua, Zoti Hasan Bakia, kështu për them, është zbuluesi i vendurimit të shpiratave. Ku e përshtes këtë? Kam qenë një nga inxhinierat e shpimit të posit Sipër 6, i cili shkoi nga një shtesë të shtesa tjetër, aq sa sonda kaloi çdo limit të kapacitetit saj dhe defekti nuk priset defekti. Pra nga 4.000 metra pozivat 5.300. Kur udhëheqja e kohës, po them Zoti Hasan se ishte kryetari i grupit, sepse do të thosh që filani është zbuluesi i vendurimit nga borën për ne të naftës, si të përfshihen shumë struktura. Kur udhëheqja e kohës, shoku pali i tha Hasan do më shtesë, në shkoj që pusjarë të 5.300 leca, a i tha nuk dua shtesë, por dua një pus tjetër, rreth 2 kilometra në lindje, dhe në qoftë se unë nuk kam strukturë, unë do vaje vete nga drejtaris. Për ironin të fatit dhe për vërtetësinë e këtyre fjalëve, për ironin të fatit të fajsa, dhe për vërtetësinë të këtyre mendimeve dhe kësaj logjike të saktë të profesor Hasanit, Amerikanët këtu e zbuluan vendurimin rreth kësaj theksie në lindje të Sipër 6. Ju falenderoj gjithë të mirë. Erita, jam Anila, goca e Jakardumit, nga Kastile Dije do Rikinesa, për këtë eveniment që kemi organizuar, faleminderit shumë. Ilia ka qenë një inxhinier i shkëlqyer, me sa kam dëgjuar nga kolegët e ndryshëm që kam patur shansin të takoj gjatë viteve. Mbaj më cakën, kam qenë gocë e vogël në Fier në atë kohë, qielli ishte i kuq edhe natën, gjatë ditës edhe javës nga cakënin. E mbaj më babin si një inxhinier të shkëlqyer, punonte edhe gjatë weekendeve, ne si fëmijë nuk e shihnim shpesh. Vetëm për këtë gjë ai meriton një mirënjohje nga shteti shqiptar. Më pas, nga smundjet e tjera, e la naftën në Patos, vajti në universitet, ku zhvillua si profesor, vazhdoj artikuj, vazhdoj shoqëroj të tjerat në shkencën e naftës, dhe sidomos gjë që më ka ngellur mua në kujtim si fëmijë e tij, ishte se ai donte gjithë studentët e vet siç të ishin fëmijët e vet. I shoqëronte, i këshillonte se si të zhvilloheshin sa më mirë në fillimin e jetës profesionale të tyre. Dhe vetëm për këtë gjë Shakoba, i thamë në francezët, jetër Francë që në këtë përzirës të ashtë, i qamë deri me fjallë. Bande ku të në shumë mirë, edhe shumë që të përnë Marijin, ata e allohë vetë, në zyrën dhe në projekte. Në zirë të lojë, në që ishe teknika për inxinjere, po në gjitha ishe një punojse, një punëtore talent në sjellje në mënyrën e qasjes të punë, që jemi të rritë në. Dhe i falenderoj dhe ju. Do doja të shikoja kush i njifte prindërit e mi. Të gjithë të gjithë per anziani atire luftare nga liu në teknikën që ishin bashkëkolegë, po të gjithë, nuk ka. Ne e ta shumë bukur inxhinier Vimo që në vetat e naftës nuk ka qenë, në të këtë kishe geolog të parë, geofizik me radhë, nuk kishe kontributi një person. Talenti ishe një person, dyshe nga profesorët e tjera, puna ishe në grup.
Grupi që është geokimisti, ashtu në rastin konkret kemi profesor doktor Kristaj Musku. Grupi ishte Milan Shkute, që grup, atje dukesh në katën e parë, diku laborator, nuk i bajnë dot për laborator. Ashtë në thotë që laboratori është më i madh se i të Kenstari. Pra nuk bëjnë dot. Pa geofiziku, pa sismiku, pa inxhinieri teknolog, pa paleontolog, e tillë ishte puna e gjeolog. Po, vazhdojmë. Atëre, do vazhdojmë në njëjë dhe ndërsim për një inxhinier tjetër, Bero Sedini. Bero Sedini, oftoj profesorin Samir Bega, që ka pasur të kolegë. Bero Sedini është i gjithë, është qëse me një fjalë vetëm, profesor Samiri po më duhet të them një fjalë, që kontratat e para 1919-2023 pa ardhur këto makinacione që janë bërë më vonë, janë kontratat më të sinqerta dhe më pozitive që janë kryer në Agjencinë Kombëtare të Hidrokarbureve, me qëllim të shmansonin Belo, dhe këta do të bëjmë më mirë në Samir Beka. Përshëndetje të gjitha, faleminderit që më dhanë mundësinë për them dy fjalë për Bejo. Puna më lindi me Bejo fillimisht si bashkëautor disa puse në zonën e Delvin Kalsatit deri në Butrin, ku Bejo ishte kryegjeologi i ndërmarrjes dhe më vonë drejtori i saj. Ishte menaxher i aftë, i zgjuar dhe shumë punëtor, edhe me një humor tipik labi. Ardhi e tij në DPNG, ku edhe unë isha si drejtori i gazit, në fillimet e viteve 80, përkoj dhe me një detyrë tjetër për të që pak veta e dilin në atë kohë, të studiojë mundësitë për bashkëpunim dhe kooperim me kompani shtetet huaja për të futur në industrinë e naftës, për të futur. Që në fillim të viteve 80, shteti asaj kohe kuptoi se nuk mund të vazhdojë si më parë, me forcat e veta. Është një histori e gjatë për të shkruar, ku Bejo ka një kontribut të pazvendësueshëm. Do të përmend disa fakte që lidhen me punën dhe përkushtimin e Bejos. Unë do të jashtë kuadrin tuaj, më falni, por unë do t'ja përshtypje e brenda për ato që unë e njoh. Në 11 prill të 85-s, ju e dini se çfarë dati ka qenë, u përgatit ta kemi parë me Statoilin norvegjez në Tiranë, sot quhet Equinor. Është nga kompanitë më të famshme në botë sot, nga më të fuqishme, por dështoj se atë mëngjes diqen nga Roxha dhe ne u kthyem mbrapsht. Çdo tentativë tjetër për të lidhur me kompanitë e huaja u shtyp vite më vonë, për arsye që ne i dimë se të gjithë vazhdojnë qanin lërgonin në vendin. Mbi 40 kompani nafte dhe studio legale u ftuan për të vizituar vendin tonë gjatë viteve 89, 90, 91, gjë që s'kishte ndodhur ende në vendjet e tjera të lindjes. Ndarja e sipërfaqeve të kërkimit në bloqe ishte kontribut direkt i Bejos, si në det, ashtu dhe në tokë. Logjika ishte gjeologjike dhe ekonomike, sa më shumë konkurrencë për investimet. Kjo është edhe në gjithë botën. Kontrata e parë me ndarje prodhimi me Deminex të RFG-s, që ishte bloku 1 në det në vitin 91, si dhe ato që pasuan më parapa ishin kontribut direkt i Bejos, ishin prologi një pune të gjatë që kishte filluar në fillim të viteve 80. Ngritja e një institucioni pavarur siç është AKR-ja, sot është AKBN-ja, jo në pronësit të petrolit, është një kontribut direkt i Bejos. Kontratat me ndarje prodhimi të asaj periudhe janë dhe sot nga më të rirët. Aftësit, do të përmend këtë një gjë tjetër që aftësitë e tij për kooperuar me institucionet përgjegjëse dhe marrjen e vendimeve në kohë ja dedikoj përsëri punës argumentuese të Bejos që bënte. Ajo që shohun sot, si me AKBN, apo me disa institucione tjera të shtetit, tregon se trashëgimia e Bejos për mua nuk jeton më. Për shumë arsye që shumë e din, është për ta duke që jemi në këtë situatë surreale. Faleminderit për mënyrë.
Ju falenderoj edhe në emër të familjes për vlerësimin ndaj Timetit dhe kolegëve të tij. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Desha të përmendja kontributin e tij në aspektin regional të Shqipërisë. Për fat keq, ikja e tij parakohshme nga Shqipëria për mua ka qenë një humbje e pazvendësueshme në gjeologjinë regionale të vendit tonë, në për zonat e jashtme. Shfatkeqësi për gjeologjinë tonë. Me vlerësimin e minorin, për një tjetër koleg, fizikant, profesor doktor, rektor në Universitetit, zoti Bilal Shkurti. Kur ftoi nga profesori i nderuar rektori i Universitetit të Vlorës, zotin Spiro Çakushi, që në takova dhe e pritëm. Po pra, në se falë. Po, që nuk e sajtë, po, të emërë. Dhe më pas familjare, zotin tjetër geologe, zotin Lida, dhe të tjenë e vërbushë. Falë, falë. Përse të Bilale, po zotin e Bilale, më pas familjare dhe djerën të që mi është. Dhe respektet protokollit për të bërë ne kemi deri që të kemi profesor Spiro këtu, kolegë, më të kemi dhe patriot në tipin e gjitha aktiviteteve të tjera, por unë para se t'ja fjallë Spiros për të mos marrë dorë, ideja është shumë e thjeshtë. Vlerësimi i njerëzve të tillë me kontribute të spikatura, që mund të themi gjithë punojësit, gjithë specialistët, gjithë inxhinierët të gjitha natyrave të kompleksit gjeologjik, të provimit, teknologjisë, të punimit, të gjitha merat, janë shkencëtarë të mërtit me kontribute të veçanta. E vetëm e thjesht që do thoshja për Bilalin është një si thua, kontribut i spikatur, një përkushtim i veçantë, si në punën mbi 20 vjeçare në Institutin e Naftës në një sektor të tillë delikat dhe shumë të rëndësishëm, po kështu dhe një kontribut dhe një rol të pazmendshëm në, që do ta thotë profesor, në ngritjen, në marrjen e një stature të një universiteti vërtet me vlera të shëndetshme, të universitetit për një në rolin e rektorit të universitetit. Profesor, të lutem. Përreqik shumë e papritur për mua, me ndifor do falenderoj organizatorët, e quaj një gjë shumë të madhe, respektin që kanë treguar për kolegët e tyre, për aktivitetin e madh që ka pasur ky institucion, që për mendimin tim me aq sa kam njohur, ka qenë një nga institucionet më prestigjioz shkencor në Shqipëri. Natyrisht investime të mëdha ishin për këtë institucion, po ai ka justifikuar me punë, me vepra, me kontributet që ka dhënë për naftën e Vlorës. Dhe patjetër që më duhet të flas edhe për shokët e mi. Them se ky institut ishte një shkollë për shkencën. Sepse kur Bilali shoku im erdhi në Vlorë me titullin doktor i shkencave, solli me vete dhe një përvojë shumë të madhe shkencore. Dhe nuk ishte rastësi që me ardhin e Bilalit në Vlorë, Universiteti i Vlorës filloi të marrë një ngritje shumë të madhe. Po të them se atëherë kishte 4.000 studentë dhe gjatë 10 viteve që punuam së bashku me Bilalin, ai rektor dhe unë zonësi i tij, Universiteti i Vlorës arriti në 14.000 studentë, e dyti në Republikë pas Tiranës. Falë përpjekjeve të mëdha që u bën për hapjen e debje të reja në Vlorë, falë përpjekjeve për të ngritur një staf akademik të shkëlqyer, ku të do flisim dhe për Spiro, se nuk e ndaj dot. Po, Bilali solli 2 gjëra të mëdha. Solli laboratorin pjesën që mos shkatërohesh kur shukri ishte dhe ai ishte në laboratorin në Universitetin e Vlorës. Solli dhe Lidi, shoqen e Spiros, ishte modeli i shkencëtarës. Në 300 e ca pedagog që pati Universiteti i Vlorës, Lida Shkëlqeu ishte produkt
edhe institucione. Nuk do zgjatem më tepër, një paror kujtimi të tyre, edhe fëmijët e tyre të kalojnë në gjunët e prindërve të tyre. Jam i nderuar që marrë fjalën pas profesorit Strenca Mushi, miku të babait tim, që e ka shoqëruar atë hapasapi rrugtimin e tij në Universitetin e Florës, dhe edhe sot, pas fundit së tij të parakohshme, nuk e ka hyrë vetëm. Gjithashtu është një nder i madh për mua që marr të certifikat për njohje nga njeriu ose nga një bashkëpunëtor i mirë dhe shok i mirë babait tim. Dhe faleminderit edhe shoqatës akademike rënje tona dhe çdo që ka kontribuar për organizimin e këtij eventi. Faleminderit. Doktor Kristal Musa. Pastaj vogliono quasi Bruno Misel di Sovelia bashkë me Institutin Rossi ardhur në Franca. Asmaja i bani kontributi tjetër akoma në shkollë, në Universitetin e Tiranës, ku doktorja në zënës dekanin e Fakultetit Biologji Minera, zotin Arjun Lule, i cili të më mbajë të ishë në momentin e vlerësimit, dhe familjarë të regjur vlerësimit. Përshëndetje të gjithëve, është një privilegj i madh për mua. Të më fali për emocionet, por para se ndaj nga jeta, unë kam punuar për 5 vjetë me profesor Kristaqi në një zyrë. A ishte shefi i departamentit, një kohës ishte edhe udhëheqësi ndërtori im gjatë kohës, të një pjesë të mirë të kohës, kur nuk sapo kisha filluar si pedagog në fakultet. Dua të bie në vëmendje, ju e njihni shumë mirë sepse keni punuar, një pjesë juaj ka punuar me profesorin, ai ka qenë edhe drejtor, por unë do të nxjerr në pak të bie këtu bilet disa nga ato që unë do të themi ju e dini dhe nuk se mua se unë i kam të dëgjuar, po profesor Kristaqi ishte ai që sapo filloi studimet në Francë, vendosi një standard, ishte studenti i parë i cili u vlerësuan në pikët maksimale nga pedagogja e lëndës dhe për të shkruan gjitha gazetat e kohës. Pra shqiptari i parë i cili hapi rrugën menjëhershme që gjithë studentët që bënin studime në Francë, fillonin dhe me thënë me një status quo tjetër, me një përshtypje, aja zakonisht mirë për studentët e ardhur nga Shqipëria në gjeologjinë dhe industrinë e naftës. Me ardhen profesor Kristaqi në Fakultetin e Gjeologjisë Minerale, dhe vetë fakulteti filloi të merrte nga eksperjenca e tij, duke futur atë frymën e profesorëve të Francës, ku ai kishte studuar, ku ai mbrojtje doktoraturën në Francë me një vlerësim maksimal, dhe pastaj u bë edhe udhëheqësi i doktoraturave të studentëve dhe doktorantëve, jo vetëm shqiptarë, por edhe francezë të huaj, të cilët vinin dhe bënin doktoraturat në Shqipëri. Ka qenë për një kohë të gjatë kryetari i profesorëve dhe së fundi para se më në jetë përgjegjësi i departamentit të gjeologjisë zbatuar dhe geoinformatikës. Brenda figurës serioze dhe klasike të profesor Kristaqit, fshihej prindi njeriu i mirë i dashur për gjithë studentët. Ishte një derë e hapur ku çdo student i Fakultetit të Gjeologjisë Minerave për çdo problematikë që kishte. Vinte dhe kërkonte mendime, sugjerimet të profesor Kristaqit për marrëdhëniet që faj vetë fakulteti ka për diplomat e Erasmusit, dhe profesor Kristaqi ka qenë ai i cili në Fakultetin e Gjeologjisë Minerave ka ftuar gjithë mijë, gjithë kolegët, gjithë profesorët e vet, ka organizuar konferenca të ndryshme dhe ka çuar një numër të madh të studentëve dhe doktorantëve për të ndjekur studime të jashtë. Ne në atë që unë vetë që bënte, me pasi e përkende materialin në anglishtja, e shikonte me frëngjishtën, në një vit edhe kolegët, sot se shoh profesor Lohan Nikolën, merreshin dhe me greqishtën për të zgjedhur terminologjinë saktë në shqip të një fjalë të caktuar.
Ne sot I kemi në fondin tonë vepra të profesorit Pistaqi. I përdojmë leksionet e tij përkthyer, gjithçka që ai ka lënë për të transmetuar ato studentëve. Dua të theksoj se iniciativa dhe përkushtimi I tij çoi dhe në hapjen ose në saktë rihapjen e masterit shkencor të vëndullimeve të hidrokarbureve. Ne për studentët tanë ata që sot punojnë ke bankësi apo në kompani të ndryshme të naftës. Ajo që unë kërkoj nga gjithë neve që veti për kraj, specialistët e rinj. Ju keni eksperiencë shumë vjeçare, ju keni inxhinier të terrenit përballur dhe me presionet politike, por sot të rinj përballen me presionet ekonomike. Është e pandjeshme që një specialist inxhinier I naftës të paguhet me 700.000 euro si një specialist call centri, me gjithë respektin që kanë për call centri. Që gjithë bashkë jadën kontributin tonë, ti mbështesin, ti përkrajen aty ku janë. Përshëndetje të gjithëve. Në parë dua të falenderoj grupin organizator të këtij eventi, sepse shumë rrallë kujtohemi për platformën tanë që kanë ikur. Të gjithë këta inxhinier, profesor, të cilët kanë dhënë kontribut në shkencën e gjeologjisë dhe të naftës. Më falenderoj edhe një herë grupin organizator në emër të familjes për respektin që dhe mirënjohjen që është treguar për vetëm për Pistaqin dhe për gjithë kolegët e tij. Kam vetëm që inxhinierës Piro Bunjaku të doja dhe të falenderoja personat që kanë zotin Luer, që me të tërë do të kushtoni në ajo të kisheja, por na tregoi dhe na tha fjalë zëmre për profesor doktor Kristian Lusku. Falenderoj dhe familjarët, si përfitoj dhe nga rasti që në rolin e grupit organizator të kërkoja një falje vogël familjes Muska, për nga vini teknik që përbërë, por që ajo nuk është rezistuar të shenjat e tjera, të certifikatet e tjera, dhe ka bërë teknik në studiora që ka përgatitur pikërisht. Nuk është e thjeshtë që ishin dhe kishin shumë organizim brenda, kështu që kërkojnë pjesë për ata, por ne do ta korrigjojmë me njëherë të lapsus vogël, por gjëja është si vogël. Dashuria për cilën kemi bërë si organizator, Soni, Kastagjano, Sami, Ulletjango, Norina Kipi e shumë tjerë, ka qenë dashuria me të tërë përkushtuar për të gjestuar kolegët tanë. E fundit, për lidhur me Kristianin, do të thosh atë që është nga të paktit koleg që mbaroi studimet në Francë, si zoti Norina Kipi që kemi këtu në sallë, që I rezistoi presionit politik të atërshëm. Sepse janë shumë pa Francën, po jo gjithë ndërtën në institut e nas. Shumë pak në ata. Tjera të cilën të qendra të tjera në lidhje indirekte në institut e nas. Ishte për vështirë. Dhe aty të pa zonja Alim që babai fashiste ose bindja vonë, ka qenë karakteristik për gjithë ka që janë të mësat. 7 që është i punoj pak. 7 darkës që është në dhe të shumë dhe djelë që ishe nga e të tërë. Pra, kërë kemi edhe profesor e lirë, inxhinieri, baba I joj, do më qenë gjithë që janë këtë. Që diplomat që në emra, do të dure dhe jetë të kaqë. Edhe po kalojnë ke inxhinierës Piro Bunjaku, që për fatën e kam patur kratë zemre, si do është shtonë, por ja zemrënisht të mirë, ja zemrënisht që të parë, inxhinierë I përkushtuar I qenë, në e në Piro gjithishtë. Dhe do të eftoja profesor doktor Mosazjaf nëse nuk e di që janë dhe do të eftoja profesor doktor Bison Barër, I cili të rëzoj ideshën të përmendur e që në predatitur, dhe më pas familjarët, do shta një nga rëndjen, ose zojnë një nga një gjere tjera, që që nga të më thotë që ushin talentër profesor është një gjinjarë të rëndën. Kam fatin të themi një të fjallë për inxhinier Piro Bunjaka,
ka qenë një nga inxhinierët talentuar të ndërmarrjes sismike dhe të Institutit Gjeologjik të Naftës dhe Gazit. Spiro e ty që në fillim ka treguar veten se cili ishte dhe ka qenë, si thuaç, jashtëzakonisht i talentuar dhe i rrallë, i dashur me shokët. Spiro ka lindur në vitin 1952 dhe ka kryer studime në Fakultetin e Gjeologjisë Minierave, ka qenë një nga studentët e talentuar të këtij fakulteti. Në vitin 75-2001 ka punuar në ndërmarrjen sismogrametrike të fier të quajtur dhe Alpseis dhe ka dhënë një kontribut shumë të madh si në rritjen e cilësisë punimeve sismike fushore, ashtu dhe në interpretime gjeologjike dhe geofizike që kryeshin për kërkimin e naftës dhe gazit. Spiro ka dhënë kontributin e tij të madh në rritjen, siç e thash, në rritjen e cilësisë, si dhe në punimet sismike për interpretimin e tyre. Ai ka marrë pjesë në përpunimin e shumë materialeve geologo-geofizike, ka marrë pjesë në merit jashtëzakonshme me të. Ai ishte duke punuar që ti sistemonte të gjithë materialet siç kishin ardhur se sapo erdhën nga qendrat e transkriptimit nga Londra, mirë po fatkeqësisht sëmundja i mori jetën një kohë shumë të parakohshme duke dhënë në tikullim familje, bashkëshorte me 2 djemt e tij të mrekullueshëm, edhe një kohësisht dhe të gjithë ne kolegët e tij që kemi punuar për një kohë shumë të gjatë. Respekte të jashtëzakonshme për këtë njeri. Kisha dhe një vërejtje të vogël për sa i përket të 2 konstatime që bëri zoti Ilia, jam plotësisht dakord me ato 2 vërejtje që duhet i përcillen organeve shtetërore, ndërveç atij për Institutin e Naftës që nuk i njihet statusi i naftëtarit. Instituti i Naftës ishte koka drejtuese e naftës. Jepte puset, bënte studime dhe jepte puset në Instituti i Naftës, pastaj shpohesh dhe zbulohesh nafta. Ti përjashtosh këta, ky më duket më një absurditet i plot. Kështu që bashkohem plotësisht me vërejtje që bëri Ilia për këtë problem. Përshëndetje që të gjithëve. Faleminderisht ju falenderojmë për ftesën e të parë, organizimin e këtij eventi dhe për kujtimin e emrit të papit. Për neve ky vlerësim është një shumë simbolike, na fal shumë krenari dhe një pjesë të mirë të personave prezente këtu ne i njohim, sepse për baban tonë domethënë ky profesion kishte thjesht një detyrë, po ishte një pasion i vërtetë dhe në përditshmërinë e tij na bënte shumë prezent me tregimet, me situatat dhe dinamikat që krijojeshin në ambientet e punës. Shumë faleminderit. Insomma, lì ma si dice, si collega, si gira, ma se termina di ciò, forse tempo di non di ciò, e vedo. Shëndetje të gjithëve, ju falenderoj në këtë organizim të shkëlqyer që keni bërë. Më do të thosha pak gjëra jo për thjesht personale për tim shoq, por për të gjithë në përgjithësi. Të gjithë ata që kanë qenë sot këtu edhe që jetojnë e kanë përjetuar atë kohë në mënyrë më të mirë të mundshme për punën, për mundimin, sakrificën që kanë bërë. Jo mëngjesi edhe darka, po ndonjëherë edhe gjatë gjithë natës. Me shumë sakrificë, jo vetëm ata, po dhe familjarët e tyre. Më do të thoja që kam një moment shumë që më ka ngellur në mend, përveç bashkëpunimit, binari me specialist francez edhe italian, por 2-3 vjet para se të më pyetën instituti, erdhën specialist nga Anglia. Ata kërkojnë
kujtoni që të bënin, të sillnin gjithë eksperiencën e tyre. Dhe kur i thonë që e keni e bërë këtë, domethënë këtë analizë, po këtë dim ta bëjmë, po këtë atëherë ju i bëni të gjitha veçantë. Çfarë kërkoni nga ne? Atëherë po ju them që mbyllja ju pas ka bërë shumë mirë, sepse ju jeni përpjekur të i bëni vetë gjërat. Dhe pikërisht këtë doja të theksoja që pavarësisht se ishte koha shumë e mbyllur në kohën e kritikojmë shumë, por po them që të gjitha personalitete që sot ne nderojmë kanë punuar me shumë përkushtim dhe i falenderoj shumë që juve i kujtoni dhe ne që jemi këtu, faleminderit i gjithëve. Para se të në shkam një kolegë dhe një shka edhe kujtim edhe në janë në qandë në mesazh jeni të rripitë në gjëse. Ndërsa tryeza e naftëtarëve mbyllet, mbeten të hapura kujtimet, miqësitë dhe ndjesia e përbashkët e një familjeje që nuk shuhet kurrë. Në çdo përshëndetje, në çdo foto, në çdo përqafim, u ndje lidhja e fortë që bashkon brezat e punës dhe dashurisë për këtë profesion. Këto pamje nuk janë thjesht kujtime, janë dëshmi që puna dhe kontributi i naftëtarëve do të kujtohen gjithmonë me nderim, deri në takimin e radhës, me të njëjtin dashuri, me të njëjtin shpirt naftëtarje. Radio Vlora 101.9